Një shpërthim tritoli ka tronditur qytetin e Lushnjës në orët e para të mëngjesit të sotëm, konkretisht në lagjen Gafur Muço. Lënda plasëse është vendosur në hyrje të katit të parë në banesën e Shaqe Gjatës, nënës së Kleas. Kjo e fundit Mikael Aert Haxhis, i dënuar me burgim të përjetshëm për masakrën e Lushnjës. Si pasojë e shpërthimit ka vetëm dëme të vogla materiale, me styre xhama të thyer dhe muri dëmtuar. Sipas policisë, në momentin e shpërthimit në banesë nuk ka patur njerëz. Policia vijon hetimet për zbardhjen e ngjarjes dhe identifikimin e autorit. Lea Gjata nuk është e panjohur për autoritetet. 29-vjeçaria u arrestua me 28 shtator 2023 në kuadër të operacionit të koduar policor Kurrë Mos Harro, pas dëshmisë të penduarit të drejtësisë Artan Tafani, i cili u zbërthye pas grupit hetimor duke zbardhur 6 krime të kryera nga grupi autorit të masakrës së Lushnjës. Ndaj Lea Gjatës u ngritën akuza për vepra penale, për krahja e autorit të krimit dhe moskallëzimi i krimit. Ndërkohë me 21 mars 2024, gjykata e posaçme liroi nga qelia Klean dhe vendosi ndaj saj masën ndalimi i daljes jashtë shtetit.